bravo! Wow! Po ishit fantastike, vajza. Super fantastike. Kjo është një nga këngët e mia të preferuara. Që kam kënduar dhe unë kur isha më e vogël se ju, ndoshta 14-15 vjeçë, në konkurset e para që bëja. Edhe sillja shpesh këtë këngë. Më pëlqen shumë dhe u argëtova shumë me versionin që ju sollët, sepse e keni një mënyrë natyrale të harmonizuarit. Me thonë, duket sikur ju keni lindur duke harmonizuar njëra tjetrën, që kur keni lindur. Shumë faleminderit. Dhe kjo do të thot një vesh i përkryer, një vesh shumë i mirë. Përpos se keni dy zëra shumë të bukur, përpos se jeni të freskëta të bukura të dyja, sonte të veshura edhe shumë bukur, dhe na sollët emocion, energji dhe një këngë që unë e dua shumë. Bravo! Shumë faleminderit. Nuk mund të mos e përmendim se sa të bukura jeni bërë Shumë të bukura. Shumë të bukura. Shumë faleminderit. Shumë. Është vërtet. Edhe goca tona natyrisht, shumë bukur janë bërë. E pastaj që na ma gjepsët të gjithve me zërat e juaj të bukur, që dakordoheshin aq bukur. Wow, thua se keni një jetë bashkë. Bravo. Shumë faleminderit. Fantastike. Në këto ditë shumë vështirë të bindësh dy shqiptarë që të bëjnë të njëjtën gjë, ose një gjë. Kështu që këtu fillon suksesi juaj, se mendoj që gjitha kjo ka lindur si pasojë një miqësie të mirë që keni për njëra tjetrën dhe pastaj ju ka bashkuar pasioni. Pasioni ju mbaftë gjallë gjithë jetën me të njëjtën gjallëri që na sollët sonte. Shumë faleminderit. Natyrisht unë nuk mund të t'i shkputem vlerësimit shumë të mirë që kam për ju. Problemi gjithë është që unë kam një status tjetër, jam një mosh tjetër dhe në gjithë të tingëllimën e këtij globalizmit, në përgjithësi tendenca për të kënduar në gjuhë tuaj anglisht apo greqisht apo frëngjisht etj. Nuk është gjë e keqe, është gjë shumë e bukur, por nëse unë do arria të ndërtoja një dyshe, siç jeni ju, me një harmonizim zëra ashtu siç keni, natyrisht ka shumë këngë të bukura të muzikës shqiptare që nuk e di pse prisa sot të na këndonit sërish shqip. Kemi këngët e motrave Liboova, dy shoqe ne duhemi si motra, një dashuri e tjera. Pa secili sjell një individualitet të vetin. Dhe unë duke e përdosur gjuhën shqipe me fjalë të huaja, e gjysma duke u larguar fare nga Shqipëria, e muzikën duke e kënduar në anglisht, e të tjera si këto them ballë, çfarë do ngelet shqiptare? Po ju ishit për bravo sot, po unë në këtë rast duke folur për ju për solla një mesazh ndryshe. Ke shumë të drejtë Goni, por unë mendoj se muzika është një gjuhë universale dhe ka pak rëndësi ka një herë. Është ashtu është, siç thua ti, nuk të kundërshtoj, po unë përdora një shprehje pak më parë. Të ruash individualitetin dhe integritetin tënd kombëtar, jemi një popull i vogël, lehtësisht i asimilueshëm. Absolutisht. Është muzika është globale dhe unë e thash, mund të këndohet frëngjisht, por unë jam që në një skenë tonën, Albania's Got Talent, do sillen materiale shqip, ke shumë të drejtë. Në këtë rast sidomos, kur ka një harmoni zërash, ka këngë shumë të bukura që do na vinin në një definitiv ndryshe. Shumë e vërtet. Jo se unë kam kundërshtim për gjuhët e tjera. Kemi gjuhën tonë. Vajza, bravo. Bravo. Shumë faleminderit gjithëve. Shumë faleminderit. Bravo, ha? Si shkoj? Besoj se mirë, shkoj sipas pritshmërive që unë ne prisnim. Edhe më shumë se pritshmëritë Edhe tona. më shumë, shikoj, pas keni patur pritshmëri shumë lartë. Urime shumë, shijojeni këtë gjysmë finale, edhe përpiquni që emocionet i mbani pak se mbrëmja sapo ka filluar. Po. Suksese shumë. Shumë faleminderit.